Isuf Hasani, i njohur me emrin Cufa në qytet, është sulmuar fizikisht nga një i mitur 13 vjeçar në sheshin e Ferizajt. Lajmin e ka bërë të ditur aktivisti Agon Zhinipotoku, i cili tash e disa vite kujdeset për Cufën e familjen e tij. Zhinipotoku ka treguar se kjo nuk është hera e parë që Cufa sulmohet nga të tillë persona të pandërgjetshëm. Ndërsa 13 vjeçarin meq nuk e kap ligji, ai nuk është ndëshkuar për veprën që e ka kryer, të cilën e ka planuar dje në policinë rajonale të Ferizajt. Hera parë, po të kësaj natyre të lëndimeve të tij ka qenë shumë e rëndë, edhe mundesh me bo publike edhe me bo thirrje për këtë kategori të njerëzve, me persona me aftësi të kufizuar, ku dihet që Cufa është person me aftësi të kufizuar, gëzon edhe penzion të shtetit të Kosovës. Në fakt është një rrallje që ka ndodhur nga një djalë 13 vjeçar, një mitun, i cili po shohim që ligji nuk ka çka t'i bëj, ai do të përmirësohet përmes ligjëratave ose përmes qendrave rehabilituese që për fatin ton nuk e di sa kemi këndej pari. Fakt Cufa një djalë i urtë që do në gjithë qytetin nuk e nguc askëm. Po në fakt përmes publikimit të rrjeteve sociale ku ndesh me sensibilizuar gjithë opinionin që raste të tilla mos përdoren, uroj të jetë rasti i fundit me Cufën, po ja që urimet tona po janë çdo hershme kështu, edhe nuk po ndodh. Ka dhe raste tjera kur këto po ne si shoqëni edhe nuk i bëjmë publike edhe nuk mirëmi fort me ta. Për shkak të plagëve të marra nga goditjet, tashmë Cufa është duke u trajtuar me medikamente përkatëse, ndërsa Zhinipotoku thotë se në Ferizaj qarkullojnë grupe të rinjve që për motive të ndryshme po sulmojnë të tjerët e aq më shumë personat me aftësi të kufizuar. Uroj që mos ketë thyrje në hund, ka probleme në dy syt me vijosje me aje, është domethënë dy syt e ajur. Është në dyke marrë banat e terapit që i kanë caktuar mjekët, shohim mas 2 ditë do të jetë përsëri në kontroll. Uroj që të kaloj shpejt. Ona ti e din edhe më mirë se çdo sa herë kanë nguc, e kanë rraf, e i ka tregu. Abdeni është një grup i trive që rrinë zakonisht natën në qytet, një grup narkomanëve që do të thonë haptas që vizitojnë qytetin në çdo skut, edhe ata janë qoftë e rrohën, qoftë për mja marrë parat, qoftë për të abuzuar të qoftë për një farë video në TikTok ose diçka. Kjo është ashtë, do të thonë haptasi që kjo është dukurit e këtë trim që është përhapur, 4-5 grupe e bullizojnë një djalë tjetër. 13 vjeçari, emri i të cilit nuk është bërë i ditur për shkak të moshës, do trajtohet nga qendra për punë sociale në Ferizaj.